Ka dështuar seanca paraprake ndaj kryetarit të Bashkisë së Shkodrës Benet Beci, akuzuar për shkelje të barazisë në tendera. Vet Beci nuk u paraqit në gjykatën e posaçme të shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin e organizuar, ndërsa pengesë për shtyrjen u bë dhe mungesa një pjesë prej të pandehurve. SPAK e dërgoi në bankën e të akuzuarve Benet Becin bashkë me 6 persona të tjerë: Jonit Kazanin, Edira Mitrushin, Ylka Nishkun, Rudin Gjonin, Adela Rukon dhe Premtim Dautin. Prokurori i çështjes Dritan Preçi e gjeti fajtor kryebashkiakun në lidhje me një procedurë prokurimi gjatë kohës që ai drejtonte Korporatën Elektroenergjitike Shqiptare. Objekti i këtij hetimi është një procedurë prokurimi e zhvilluar nga Kesh me objekt zhvillim strategjik i sektorit energjetik me një fond limit prej 69.500.000 lek. I pandehuri Benet Beci në detyrën e administratorit të Korporatës Elektroenergjitike Shqiptare në cilësinë e titularit të autoritetit kontraktor në bashkëpunim me anëtarët e njësisë së prokurimit, të pandehurit Jonit Kazani, Edlira Mitrushi, Ylka Nishku, si dhe me anëtarët të Komisionit Vlerësimit të Ofertave të pandehurit Adela Ruko, Rudin Gjoni dhe Premtim Dauti, kanë paracaktuar dhe krijuar avantazhe dhe privilegje të padrejta për shoqërinë fituese të kësaj procedure prokurimi, Consulting Management Albania SHPK. Hetimi është nisur kryesisht mbi bazën e referimit të akteve nga hetues të Byros Kombëtare të Hetimit pas sekuestrimit të provave materiale në banesën e drejtorit Ervin Berberi. Kçyrja e telefonit të këtij të fundit dhe të bashkëshortes, zbardhja dhe mesazhet me kryebashkiakun e Shkodrës. Seanca e rrallës nga GKK është saktuar të mbahet në datën 11 shkurt në orën 12.